Pas këtë mjaft dele, sa kreri keni? Po, valla thuj se që atër për 1400 krerë janë, gjithë, me deli, me qingja. Tani, për ndër të festës së Kurban Bajramit, sa krerë për afërsisht shisni gjatë kësaj periude? Valla, për afërsisht që aty 300. Mirë, po tashti po shkam pak ma shumë diçka po kërkohet, ma shumë për këtë Bajram, sidomos që për këtë fest Kurban Bajramit po shtohet numri edhe ma shumë. Se i njëjtë, po veç numri po shtohet ma shumë. Do me thonë, pas ka më shumë të interesuar tani në ditët e sotme se dikur. Po, ma shumë. Në intereson edhe të dim base se sa është çmimi i këtyre kurbanëve që ju i shisni? Interesant, këto e sa shumë po lëviz çmimi ma nalt, interesant mungesa ose diçka shumë këtu veç po shtohet ma shumë, përgjithësie, populli. Atëherë kanë kushtu kurbanat ma lirë, po ka posë shitje edhe ma pak. Tashti po shkojnë në fund përgjithshme, ma nalt, po ka dhe ma shumë shitje. Kjo është pak e din që na lën për shtypje. Pse pikërisht kjo ngritje e çmimeve? Unë mund të them që 3 pika kryesore janë pse janë ngritë çmimet. Pika e parë, para disa viteve delet që u shtojshin. Krejt qingja kanë bërë për kurban. Tashti, edhe nëse i ki dhe 1000 dele, qingjat nuk bojnë ma për kurban. E dyta është se Kosova në me pak mund delin krahase me vendet shtetet tjera. Po edhe e treta është për shkak që ka domthon mungesë në tanë formë globale ose një farë forme si krizë globale është kjo përfshinë që ngrit krejt çmimet në tanë. Këto 3 pikat besoj edhe unë mendoj që to është qëllimi.